Gazetari shumëvjeçar Ismail Arslani nga Tetova botoi këtyre ditëve romanin e tij të tretë të titulluar Tuneli i Gentianës, një triptik letrar që vjen pas dy romaneve të botuara viteve të fundit, Misionari Kasabas dhe Gur mbi Kala. Romani i tretë ka periudhën kur Pasha i Tetovës e kishte ndërtuar Kalan në një plaj të kodrës së Balltepes, mbi atë qytet të bukur, siç e përshkruan autori, me gjelbrim hyjnor dhe me një popullat punëtore, bestare, patriotike dhe fetare që jetonte në harmoni për të vendosur më vonë të ndërtoj edhe një tunel rreth 2 kilometra të gjatë nga rezidenca e konakut të tij, pranë lumit të Kasabas e deri në Kala, që ishte një fortifikat kolosale për të siguruar jetën e familjes së tij nga armiq të ndryshëm, madje edhe nga porta e lartë. Ngjarja shtjellohet e dramatizohet shkaku se rreth ndërtimit të tunelit po formsohet një sekret hyjnor dhe më vonë po përhapet mes njerëzve. Mbaj sekret për faktin se kjo ndërmarrje ndërtimore mund të rritej në pakënaqësi tek njerëzit varfanjak. Pasha i angazhoi dy të rinj, Kaplanin dhe Gentianën, nga dy familje prestigjioze, njëri diplomuar për arkitekturë në Vjenë, ndërsa tjetra në Akademinë e Arteve në Stamboll, që janë dy kultura të ndryshme. Ata duke punuar bashkë në hartimin e projektit të ndërtimit, bien në dashuri platonike, por kjo në vend që të sjellë lumturi, përkundrazi, shndërrohet në një fat merues. Krahasuar me krijimet e mëparshme, romani Tuneli i Gentianës, sipas fjalëve të redaktorit Zeqir Kadriut, dukshëm dallohet për nga profesionalizmi, shtjellimi i ngjarjeve përmes trajtimit të personazheve, madje edhe me stilin, gjuhën dhe kronologjinë e mbashtimit prozaik. Romani, thot recensenti dhe kritiku letrar Remzi Salihu, ka një rrjedhshmëri interesante të shprehjes gjuhësore, që e mban lexuesin në tension të vazhdueshëm deri në fund të ngjarjeve komplekse të jetës, duke ngjallur kështu kurreshtjen për të zbuluar rrëfimin. Struktura e romanit përfshin personazhe reale dhe të trilluara të asaj kohe, të cilët shpalosin kulturën dhe zakonet e këtyre trojeve. Sipas perceptimit dhe vëzhgimit kreativ, ky roman ngërthen në strukturën e vet më shumë si fiksim se sa realitet historik. Megjithatë, ndjenjat e të dashuruarve mbizotrojnë mbi armiqësitë e familjeve, kështu që në fund do të fitojë dashuria.